Gjitha falenderimet dhe lavdrimet i takojnë Allahut xhalla shanuhu, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë, falje dhe udhëzim kërkojmë. Përshëndetjet dhe selamet tona qofshin mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër besimtar, në dersin para xhumos folëm për rëndësinë e xhamisë, rëndësinë e xhamatit dhe tani do të vazhdojmë që të flasim për rëndësinë që duhet ta kemi ndaj atyre pasardhësve, pra brezit të ri, fëmijëve tonë. Shpesh herë në bisedat me fëmijët tonë, kur shohim sjelljet, sfidat apo gabimet e tyre, na shpëton nga goja ajo fraza e famshme: në kohën time nuk ka qenë kështu. Kur kam qenë kështu sikur te s'kam bon këtë formë. Dhe kjo është e vërtetë që kjo kohë që e jetojmë nuk është e njëjtë me kohën që kur kemi qenë ne fëmijë, para 20 apo 30 viteve. Mirë po pyetja është, a është e drejtë që me i mat apo me i gjiku fëmijët e sotit duke përdorur standardet e para 20 viteve apo 30 viteve? Vëllezër të dashur, fëmijët tanë sot po rriten në një realitet krejt ndryshe. Sidomos ne që i rrisin fëmijët tanë këtu në Mërgim, ata përballen me dyfishin e sfidave. Ata jetojnë në epokën e internetit, të rrjeteve sociale, jetojnë në kohën ku lajmi me të vërtet shpërndahet shumë shpejt. Nëse kujtojmë fëmirin tonë, rreziku më i madh ka qenë përderisa kemi lozur jashtë me u lëndu, me u vra dikund. Mirë po sot, fëmijët tanë lëndohen edhe pse fizikisht janë të sigurt në dhomat e tyre, pra lëndohen nga ata që ka shohin me sytë e tyre në ekranet e telefonave. Andaj të dashur vëllezër besimtar, Allahu i madhreshëm në Kur'an na mëson se si t'ju flasin njerëzve, pra t'ju flasin njerëzve sipas gjendjes dhe kohës së tyre. Kur pejgamberi alayhi salatu wasalam merrej me të rit, ai nuk i trajton të thjesht si ushtar, bëne këtë punë, mos e bëj këtë punë. Mirë po ai ulej me ta dhe nëpërmjet rinisë tyre dinte si t'i prekte dhe dinte si t'i këshillonte ata me butësinë që e kishte ai sallallahu alaihi wasallam. Kujton vetëm shembullin e atij të riut kur erdhi tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i tha: "O i dërguar i Zotit, m'jep leje me bo zina, me bo imoralitet." Ato shokë që ishin pejgamberit alayhi salatu wasalam kur e dëgjuan këtë u shokun dhe fillun me u qërtu, sepse normal sipas standardit tyre kjo ishte një skandal shumë i madh. Mirë po si veproi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai u ul me këtë të ri dhe filloi që të prekte logjikën e tij, duke i thonë: "A çka mendon, a do ta doje këtë për nënën tënde?" Ajo i dërguar i Zotit: "A do ta dëshiroje këtë nesër për vajzën tënde?" Tha: "Jo i dërguar i Zotit." "A do ta dëshiroje këtë për motrën tënde?" Tha: "Jo i dërguar i Zotit." Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam duke sfidu logjikën e tij tha: "Dije se edhe njerëzit e tjerë nuk duan këtë për familjet e tyre." Dhe pas kësaj vendosi dorën në gjoksin e këtij të riut dhe u lut për ta për udhëzim. Dhe të regon ki i ri më vonë, thët, kur u qova me u largu, thët, nuk kishte m'kat gjuna më të urryer tek unë se sa imoraliteti. Pra, pejgamberi alayhi salatu wasalam e sfidoi nëpërmjet logjikës tij, që kjo na mëson edhe neve se si të sillemi dhe të edukojmë fëmijët e tonë.
Shpesh ndodh që fëmijët janë kurreshtar edhe të pyesin po pse duhet me e bë këtë punë. Gabimi më i madh është kur i drejtohesh edhe i thu duhesh me e bë se kështu po them unë. Jo fillon ja sqaru. Sqaroja se sa i rëndësishëm është namazi. Sqaroja se sa i rëndësishëm është ruajtja e nderit, ruajtja e moralit. Pra mundohu me qenë me fëmin tënd, jo vetëm me raporti prind dhe fëmijë, po t'jesh edhe mik shok me të. Andaj të dashur vëllezër besimtar, duhet që punojmë shumë për fëmijët e tanë. Duhet që t'i edukojmë fëmijët. Kur themi t'i edukojmë, kjo nuk do të thotë që ne lëshojmë pe në parimet që i ka kjo fe. Halali dhe harami janë qarta, tamam si nata me ditën. Mirë po të dim me sjelljet tona se si t'ja u bojmë atyre të dashur halalin dhe dim me sjelljet tona se si t'ja bëjmë të urryer haramin, t'ja bëjmë të urryer pra atë çka është e ndaluar. Andaj ju drejtohem secilit xhamat këtu, veçanërisht prindërve, që t'i dëgjojmë fëmijët më shumë se sa t'ju flasim. Dim si të sillemi me ta, t'i edukojmë ata në frymën më të mirë, të kuptojmë që ata po e mbajnë një peshë të madhe në këtë epokë që po jetojmë, pra t'jemi ne ai porti i sigurt se herë kur kanë të lashë dhe probleme, e jo gjykata ku ata kanë frikë të rrëfejnë gabimet e tyre. Andaj në mbyllje të kësaj hutbie, le t'ja rikujtojmë se modeli më i mirë i edukimit është shembulli personal. Pra fëmijët më shumë shohin se sa ndëgjojnë. Pra ata shohin veprimet e tua, ata shohin se çfarë besimtari je ti, se çfarë muslimani reflekton me sjelljet e tua, sidomos me nënën e tyre, pra me bashkëshorten tënde, e si je i sjellshëm edhe në raport edhe me familjarët e tjerë. Pra sjellja yte, butësia yte është ligjërata më e mirë për fëmin tënd. E lutë Zotin e Madhreshëm që me ju udhëzu fëmijët e ta në rrugën e drejtë, me i rujt ata nga sfidat bashkohore me të cilat përballen. Andaj, porosia ime është që t'i sjellni në xhami fëmijët. Edhe nëse duke u falur janë fëmijë ato normal do të bëjnë zhurmë, mos kthehemi me i çortu, sepse më kujtohet thonja e një dietari të famshëm, i cili tha, nëse nuk i ndëgjoni zhurmat e fëmijëve në fundin e safave, friksohuni për ardhmërinë e Islamit. Friksohuni të ardhmen, sepse ajo rini pastaj nuk do t'jetë rini që do të vjen në xhami, sepse sa ishte i vogël, kur nuk dinte asgjë, e çortove ashpër dhe ja bone të urryer xhamin. E lutim Allahun e Madhreshëm që të na bëj prindër të mirë, dhe edukues të mirë, dhe lutim Allahun e Madhreshëm që fëmijët e tanë t'i udhëzojë dhe t'i drejtojnë rrugën e drejtë. Amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin.